thot për që ta, mbesin mësust e varfër. Mësust për gjëna, do thot mesin. Atë part e lavdrojnë, thot shkajnë ato boe. Njëri nga ulemat thot, a e dini se përse mësusi në vendin tim të mirë është i varfër. A shumë interesant, po t'i hym vendeve që ka musliman me shumic dhe vendeve që nuk ka musliman me shumic. Kemi me pase në vendet ku ka musliman me shumic, mësusat ketë janë të varfër, për toke janë kretë. Kur është i varfër mësusi, nuk merë dhe respektin e duhur, nuk e ka edhe atë elanin edhe atë energjien për me punuan, nuk është stabil, ka kërkesa familjare, personale, shoqërore nga më të ndryshmet, dhe ai nuk mundet me dhonë më të mirën. Birje kur ti pash udhëhecat e këtyre vendeve, të tregu ders që i nevojitet hoxha, mi thonë ato fjalë, do thotë e lavdrojnë arsimin, respektin, dashnijën, Islami sa e ka ngrit të diturin, sa i ka dhonë pesh të diturit, vlera e diturijës, vlera e shkrimit, e librit, e gjëra do thotë ngjajshme, kreti përdorin. Për shka? Me hipnotizu masën. E me thonë, qa po bajnë ka kë për arsimin. Jo më rësen sa të bo valoj për arsimin. Në zonë sa s'kan libra. E thot për që ta, mbesin mësust e varfër. Mësust për gjëna, do thot mesin. Atë part e lavdrojnë, thot shkajnë ato boe. Sa shkollën e, sa qerdhën e, sa këta e ta, mirë pa janë fjallë bushe.